A lejo thot me lidh flokët në pjesën e epërmet të kokës, pasi thot që unë jam e mbuluar. Lejohet, motra po do me thonë një mesele se nuk e kanë qartë ndoshta shikues. Ai po do me thonë, a lejohet me bo një grumbull flokëve, flokët e më dallu shumë, këtë qëtë shamin, e që ka arë në hadith, po të pejgamberit alayhi salatu wassalam, pejgamberi ka qëjtë gunga, si gunga e devës, që do këtë naltë mi kokë, e ka ndalu me i bo ashtu. Pyetja, pse motra me lidh mi kokë të kam një lanë shumë flokët poshtë? Pyetje thjesht, pse? Pastaj, motra, pse është mbulu? Mbulesa e ka, e luan rolin, apo ka efektin, luan rolin, e mas duke së trupit, apo? Jo vetëm kaq, por edhe mas përshkrimit pjesëve të trupit. Sepse trupin e mbuluar e kanë ato të cilat veshin me tesha ngjit për trupit deri Allah i nderoft me hellonka. Çai quajnë ashtu. Edhe ka trupin mbuluar, para e bën fitnë si me ka desh. Sa ajo është e veshne, është e deshne. Që ka thënë pejgamberi alayhis salatu wassalam, vjen një zaman, vjen një kohë kur femrat dalin të veshura, të zhveshura. E qysh të veshura, zhveshura? Ja ka tesha, s'ka. Ja e ka, për ka me hemen. Me hemen është, ose nuk jam lënë trupin heq kur gjë, ose janë të tej dukshme krejt, ose janë të ngushta për trupin që ja përshkojnë trupin komplet krejt. Pra, mbulesa, për pas që ka efekt gjithësisht rolin e sajna, e lunë rolin, e mbulimi trupit, nga syni huj i mashkullit, gjithashtu e ka efektin edhe mas përshkrimit të gjymtyrëve të trupit të saj. Në këtë rast, nëse flek të lidh me e koka jo, ju përshkruan ato fleka sajna krejt, e nuk është mirë ashtu. Pra të arsye nuk kisha porosit motrat, mos me vepru ashtu, nuk kanë rregull për flek poshtë, që sa ma pak më të dallu.